të flasim për këtë çmenduri, miq të dashur, që po ndodh, sigurisht do të ishim të gjithë dakord që këtu njerëzit të jenë të lirë të jetojnë jetën e tyre si të duan, por më duket se ca vija të kuqe i shkelim në mënyrë vullnetare, me entuziaste se ç'duhet, dhe mbi të gjitha tani kemi arritur në kufin të ri të panjohur më përpara. Sigurisht asnjë vend i Ballkanit nuk e ka këtë, dyshoj tek vendet e Europës, për ashtu ndoshta 2 ose 3 maksimumi. Sidoqoftë do të flasim për udhëzimin e ri për qendrën spitalore universitare, aty ku nuk gjen asnjë medikament dhe asnjë shërbim, por mund bësh tani më terapi hormonale, dhe cilët janë kufit, do i diskutojmë në këto momente. Ai është person politik, po e njeh sistemin shëndetësor ndoshta më mirë se sistemin politik. Zia Ismaili është me ne, mirëmëngjes, mirë se erdhe. Mirëmëngjes, faleminderit. Pas pak do të kemi edhe armikun numër 1 të konsideruar nga komuniteti LGBT, edhe pse ai është njeri i Zotit në përditshmërinë e tij, disa individe targetojnë atë personalisht dhe më duhet shpreh simpatinë time për Akil Pano dhe keq trajtimin që i bëhet, veçanërisht nga ata që predikojnë lirinë e shprehjes dhe lirinë e mendimit, rastësisht nuk janë fare tolerant ndaj lirisë së dikujt për të shprehur dhe për të menduar ndryshe nga ata, dhe kjo i bën sigurisht qesharak, përveç se me çik deviancë mendore. Por le ta fillojmë profesionalisht, doktor Ziai. Tani dua të kuptoj urdhrin që ka dalë dhe mbi të gjitha paradoksin me këtë tmerrin që ndodh ndërkohë me gjendjen që është sistemi ynë shëndetësor. Faleminderit për hapësirën që më dhat, Flavio. Ajo që duhet të them, urdhri i zëvendësministrit të shëndetësisë, po së shpirmosur nga Tomini, nga Blerina Tomini, do të cilësohet si një akt kriminal, banditesk. Pse? Është një atentat i pastër ndaj fëmijëve, familjes dhe shoqërisë. Tarisht të nxjerrësh. Po pse dhe fëmijëve? Aktualisht, ky urdhër parashikon që fëmijët, duke filluar nga mosha 14, 16 dhe 18 vjeç, mund të aplikojnë terapinë hormonale në trupin e tyre në një kohë kur ne dim shumë mirë që këto mosha nuk janë në gjendje të jenë vendimarrëse për të bërë ndryshime të kësaj natyre. S'ka asnjë drejt ligjore për të marrë vendime. Asnjë drejt ligjore për të marrë këtë vendim. Prandaj dhe unë e quaj me plot fjalën akt i pastër, kriminal, i dal nga skuta të errta majtiste, sorosiane të Ministrisë së Shëndetësisë. Unë e denoncoj me shumë forcë këtë urdhër, se është një urdhër i cili bie katërcipërisht në të gjitha drejtimet e veta, në të gjitha pikat që ka, me të gjitha ligjet që ne aktualisht sot kemi. Pra, si që thash, fëmijët e këtyre moshave nuk janë në gjendje të marrin vendimet natyrës për të aplikuar terapi hormonale. Dhe si të tillë bën që ne këta fëmijë do të jenë target i shoqatave me bindje majtiste, të cilat e kanë si mision për të hyrë deri në qelez që është gjëja më shenjtë, që është familja. Të arrish të bëshosh seksin përmjet terapisë hormonale në moshat në një shoqëri e cila nuk e pranon dhe ka gjën më të shenjtë familjen, ndaj unë them me bindje që është i kësaj natyre, është akt kriminal. Tani, i rikthim pak statistikave, doktor Ziai. Bota është e ndarë gati 70-30, nëse nuk gaboj, që 70% e vendeve të botës e konsiderojnë veçanërisht transgjinorët njerëz kryesisht me probleme mendore, jo me prirje seksuale të ndryshme. Shqipëria zyrtarisht të cilat vende futet? Pra sipas praktikës aktuale që kemi. Ajo, nga gjitha statistikat që kemi, pjesa e deviacioneve, që ne mund t'i quajmë edhe smundje, se në rastin konkret nuk kemi përballë një smundje. Kemi përballë një urdhri, e cila kërkon të bëjë transformimin nga mashkull në femër ose anasjeltas, dhe që të aplikohet si terapi hormonale e rimbursuar nga shteti. E rimbursuar nga shteti. Rimbursuar nga shteti. Pra, nuk kemi në nivelin e një deviacioni seksuale, cila është në minorancë, në krahasim me pjesën tjetër të popullsisë, fare minimale në minorancë, të cilët kërkojnë një konsultim shumë të gjerë për të marrë këtë lloj terapie kur kanë probleme shëndetësore. Dhe unë do isha shumë dakord për tjetër kategori njerëzit të cilët kanë probleme shëndetësore,
Cilat e rastet terapia hormonale? Me sistemin hormonal, kur kanë deficitet prodhimit, qoftë seksit femër, qoftë seksit mashkull. Atëre aplikohet terapia hormonale për të bërë zvendësimin e tyre. Por në rastin konkret, të nxjerrësh një urdhër të errët në përskuta, kur vetëm 2 mjek në QSUT në një pavion vetë për smundjet endokrine dhe lësh jashtë konsultimin e gjerë me gjithë mjekët. Siç a mundet që një endokrinolog pediatr nuk mund mos ketë informacion për një fëmijë që ka deviacione, aq më keq për një fëmijë që kërkon të ndryshojë seksin. Pra duhet të ishte pjesë e këtij stafi. Një mjek urolog apo një mjek obstetër ginekolog. Pra konsultimi do të ishte shumë i gjerë, flasim vetëm për personat që kanë deviacione dhe kanë probleme shëndetësore për nivelin e prodhimit të hormoneve në trupin e tyre. Dhe këto përbëjnë ne i quajmë deviacione dhe i quajmë smundje. Dërsa për rastin konkret, për këtë urdhër që ka dalë, e gjithë shoqëria e pa përgatitur, konsultimi i gjerë nuk është bërë me gjitha grupet e interesit, me prindrit, me fëmijët, me të gjithë shoqërinë civile, apo dhe me komunitetet tjera, fetare, në mënyrë që shoqëria të jetë e qartë për një vendimmarrje për mbushat mbi 22 vjeç kur fillon që ka mbaruar dhe pjesa e prodhimit hormonal. Ne kemi përgatitur një projekt ligj në mbrojtje të fëmijëve dhe për të gjitha gjërat pa kaluar moshat 22 vjeç nuk mundet të merret asnjë vendim për fëmijët. 22 vjeç bëse, nëse do ta marrësh veten qafë e merr i bindur. Ajo që është paradoksi, ne rimbursojmë këtë gamë njerëzish, prandaj qëllimi që është akt kriminal dhe me qëllime të errëta, dhe sot kemi lënë rrugëve të QSUT-s në për pavionet të ndryshme, duke filluar nga onkologjiku, kardiologjia e shumë reparat të tjera, pa medikamente, pa rimbursim dhe pa ilaç. Pra të rimbursosh për të stimuluar këtë lloj fenomeni në shoqërinë shqiptare dhe të lësh pa mjekim të smurët me smundje të rënda tumorale apo me smundje të tjera, është me vërtet mund ta quajmë si